Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sot do diskutojmë me të ftuarin ton, I cili po ashtu ka hapur një podcast dhe do diskutojmë dhe për këtë, do diskutojmë dhe për aktualitetin. Arbër, mirë se ke ardhur. Kënaqësi si gjithmonë. Ndihem në shtëpi ty. Kur do ta kthejmë vizitën? Shumë shpejt, me shumë kënaqësi. Është newscast, fillimisht asherë pak. Është një variant I ri. Newscast, po. Podcasti, po nuk është podcast në të vërtetë. Mirë, se ke vënë forma e podcastit është. Është forma deri diku, po është newscast, pra Që do të thotë që ti merr shumë me ngjarjen, nuk merr shumë me individin. Pra individi ka shumë pak rëndësi jeta e individit. Pra unë nuk e pyes Demalin ku ka bërë shkollën, ku është rritur. Po unë e pyes Demalin ç'më ndim ka për ngjarjet, pra. Është më shumë koment I aktualitetit. Protesta, zhvillimet. Analizat e komentet e ngjarjes aktuale. Po, ose mund të jetë një gjë e minutës së fundit. Pra kjo është qëllimi. Është hera e parë që po bëhet aktualisht në Angli, është model anglez. Dhe unë po e fus I pari në Shqipëri, po ndoshta edhe në Ballkan. Se sapo ka dalë, nuk ka as 2-3 muaj që ka dalë. Tash ku është ndryshimi midis podcastit që bëj unë, se edhe me ju aktualitetin, edhe këtu aktualitetin. Jo, po, ka një gjë, nuk është te ty, është në përgjithësi podcastet, flasin dhe për jetën personale të njerëzve, po ta shikosh shumë kolegë të tjerë bëjnë podcast që merren me jetën. Pra, e kuptoj. Ky është një qëllim tjetër, pra, është më shumë te roli, te stili im që kam, te pjesa e komentit të zhvillimeve të ditës, aktualitetit, diplomacia e tjerë, sesa ka të bëjë me individin. Ke drejtë, se shumica e bëjnë për skup, por kjo newscasti është edhe në Amerikë, bilës ka qenë. Nuk e di shfutur apo jo. Po, ka kohë, e ka filluar. Domthon, po t'jap një shembull, ky Ti Amerikën e një mirë, kështu që CNN-it, që ishte ke CNN-it dhe hoqën Kristina Mampur. Jo, Kristina Mampur është akoma. Ky që kishte të lajm guvernador Cooper ndoshta? No, jo më Cooper është. Apo është akoma Cooper? Ky më që Nëse një gazetar. Jo, gazetar, po kishte shoku kryesor, po tash jam bllokuar, më vjen me emrin. Edhe kur e hoqën nga CNN për shkak të skandalit në lajm guvernatori, më që doli ai skandali. Po. Ky më Cuomo Night, e kishte në orën 9, kishte prime time CNN, që ishte dhe ai me ngjyra I tjetri, në orën 8. Dhe kur hoqën ka podcast dhe ka sukses këtë newscast ka ai këtë stil. Po. Analizon biles ai e bën vetëm fare. As ka ftuar në shtëpi e ka. Ja. Edhe me reklamat, me këtë, domethënë, po këtu është megjithatë është e vështirë për të marrë podcastin kuptimin se si do të ka harxhime. Reklama nuk ndihmojnë pas ke gjobaxhis sot. Ose pos pate lidhje me politikën, ti flasim sa gjona. Shiko, ose pos pate, domethënë është unë po e shoh vetë, është përpjekje e madhe. Shiko, ka diçka. Ajo që po shikoj unë të paktën deri tani është që edhe për të qenë sinqert, janë hap dhe shumë podcaste. Pra, kjo është dhe konkurrencë. Kush do të rezistoj, Unë e shikoj si një maraton. Edhe e njëjta gjë kam patur, një filozofi kam patur edhe me emisionin. Pra, kjo është një maraton e gjatë, nuk është që ti mund të kesh sukses 2 javë, 3 javë dhe pastaj javën e 4 mund ta ulësh. Pra, kjo është një maraton e gjatë. Patjetër që I pasur nuk bëhesh dot. Jo, më nuk flas për pasuri, po do të ora është për mbijetesë. Pra, ta kam fjalën, ja do ta marr pas hapi, pra. I pasur nuk bëhesh dot, por nga ajo që shikoj unë është që ka biznese, të cilat duan të japin kontribut për programet cilësore. Dhe unë po takoj, se tani jam edhe sipërmarrës I vetes time, pra është një sipërmarrje, unë po takoj shumë sipërmarrës të mëdhenj të nivelit të mesëm, edhe institucione financiare, dhe I kam thënë tekstualisht një gjë. Nëse doni të më ndihmoni të bëj një gazetari cilësore, siç unë e bëj, pa vënë gjoba atje disa më një ke vite. Po s'vim dot, ma edhe me dash, nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Nuk e kemi natyrë. Edhe ka vëmë qëllim vetes sot, nuk e bëjmë. Ato njerëz kanë ardhur për se kjo është. Unë mendoj që ato njerëz që kanë ardhur me vënie gjobash kanë ardhur të tillë, janë rrit të tillë dhe nuk dalin dot nga vetja. Ashtu si ti nuk del dot nga vetja. Por ka edhe një gjë, në pjesa më e madhe. Edhe kjo është shumë e rëndë. Pjesa më e madhe e tyre. Edhe m'fal. Nuk kanë guxim të dalin në media. Pra pjesa më e madhe e tyre nuk dalin në media. Jo, më I ke edhe në media. Tash janë në portale. I ke edhe në mediat e mëdha tash. Ato nuk I kanë gjoba kështu
në mënyrë banale, po që gjoba nëpërmjet trafikut të influencës, nëpërmjet asaj që ka prodhën në emisionet e tyre. Kjo është saktë. Ne nuk mund të mbyllim syt tash. Jo, dhe këtu ke të drejtë. Pra ne media ka ra në këtë nivel. Se ne flasim për politikën, flasim për krimin, flasim për këtë, po edhe media është pjesë e kësaj. Absolutisht. Jo më larg se dje, po dëgjoja me gjithë respektin Fatos Lubonjin që thotë 4 shtyllët e krimit ku fusë edhe median. Pyetja parë, po ti zoti Fatos, ku e fut veten? Se ti pjesë e kësaj media e 35 vjet. Ti pjesë e asaj 24 News-i që ndërtoi pa lejen Bregdetit dhe kur ja shemën, ti u çove i pari për ta mbrojtur shëmbjen. Shiko, tash i çohesh për shëmbjen e shëmbjes së mos shëmbjes për të shëmbur. Ore, po prit ma, kam një raport me vete këto njerëz, se ti o pak të ke një drejtë se edhe ti kur ke qenë mund të analizojsh, po tash je vetëm, unë jam vetëm. Por ka një gjë, pavarësisht asaj, për mua nuk u dukte Fatos Lubonja, sepse Fatos Lubonja për shembull. Jo më e mora si shembull kur flasin këto njerëz, ai pyesin veten se kur sulmosh, ti je Fatos Lubonja gjithsesi, siç nuk është. Jo më e mora si shembull kur flet, ai kupton që bën bumerang. Unë nuk e kam veten, sepse dihet pronari 24 News-it çfarë ka bë me prona, me privilegje, tash ti themi gjona. Unë nuk i hy sepse është kjo që thua ti. Nuk i hy kolegëve, nuk dua të merrem shumë, por ajo që mund të them, nuk i hy kolegëve, atëherë i mulojmë gjonat. Jo, po. Edhe vim në pikë pastaj ku. Ja, më le ta mbaroj këtu. Po më le ta mbaroj se do dhe ti do biesh dakord. Unë bëra dje një newscast me Arlin Qorrin. Dhe për herë të parë në media, po flas media që kam unë, dolën emrat e personave të përfshirë dhe disa portale i kanë nxjerr tek projekti i Zvërnecit. Mediat e tjera nuk i nxori asnjëra. Ky është problemi. Pra heshtja dhe këtu fut dhe opozitën. Heshtja që është te mediat e mëdha, sepse ka një gjë, Fatos Lubonja në fund të ditës ka patur guximin që në momentet caktuara ka përmend emra. Jo, ka double standard më zotëri. Do t'ja them, tash me gjithë respekt për Fatosën, ka double standard në këtë qendrim. Se ka marrë qendrim tjetër kur është rezorti i pronarit thuaj. Të 24-s. Të pronarit 24-s në plazh, ka marrë qendrim tjetër. Nuk e mbaj mend për i të Po, ka marrë qendrim. Deputetë e opozitës i mbajnë. Deputetë e opozitës e gjithë gazetarët i qiti ky si kamen. Irfani me shkelba i qiti dilni folni se i prejtë rrogën. Tash i lene tash kur se problemi është që kur të mash një qendrim moral, nuk ju ka njëri. Atëherë duhet jesh i barabartë. Patjetër. Jo tash këtu ku prekem rroga ime prit se këtu është ndryshe puna. Jo, këtu është ndryshe puna. Jo mos është njëra gjë. Të dy kanë prek pronën publike. Pik. Tash ti, me që dole ka Arlin Qorri Zvërneci. Ç'kem ke Zvërneci? Jam dakord me ty për atë pjesë, por për mua problemi më i madh ta thash, nuk janë individët, sepse në përgjithësi duke njohur shumë mirë media, nuk ardhur nga ky sistem, në përgjithësi ne kemi gazetar guzimtar. Problemi është tek pronarët. Sepse gazetarët janë të njëjtët. Po ta shikosh, kemi një larmi deklaratash nga gazetarët. Ku ke këto gazetar guzitar? Ke gazetarë. Ku ke këto gazetar guzitar? I thonë. Një gjë. Po them unë gazetar me gazetari i pasur nuk bëhesh. Tash ti di shumë mirë. Po flas për gazetarët e terrenit, ë? Gazetarët e terrenit, mirë, ata. Po flas për nivelin. Un po flas gazetarët që sundojnë panelet e darkës në prime time janë njerëz jo të pasur, po mbi të pasur, ne i dim ku janë shtëpiat, vilat, në mal, në fush, nga t'ja fillojmë, nga Syrinet, nga TPZ-ja, nga kjo dreqi, nga Domërti, nga Klani, nga Ibiri, nga dohon, hajde këto që flasin, e di ku e kam unë mërti, këto e di ku e kam, se po e bëjmë debat të dysë. E bëjmë s'ka gjë. Unë e kam këtu, që të gjithë ta drejtojnë gishtin, po të gjithë ta ka qenë pjesë e kësaj që është bon Shqipni. Ti përmendi me emra. Të gjithë ta. Hajde tash të justifikojnë këto pasurit me gazetari. Unë nuk e di në botë me gazetari të bësh pasuri marramëndse. Për Shqipnin ato janë por mos harroni një pjesë e tyre ka rroga shumë të larta.
Paga nga dalin këto rroga. Paga shumë nga dalin këto rroga. Nuk e di, duhet pyetur pronarët. Ku e ka këtë treg media? Ku e ka këtë treg media? Shiko, nga YouTube, për shembull, me që përmendet një gjë që di unë sigurt, ja, më lejo ta them, ta bëj çik debat interesante për publikun. Për shembull, di që nga YouTube TPZ-ja fiton shumë para. Në muaj. Tani mund të ketë edhe reklama. Mos përmena emra unë, hajde të hym ku dish një gjë, nuk mund të jetë media, nuk mund të jetë media e shenjtë në këto llumë si hane. Po ta them prapë. Kjo media ka kontribu në përmjet marrëveshjeve me pushtetet, marrëveshjeve me krimin, marrëveshjeve me këtë ka kontribu për këtë gjendje. Kjo media ka kontribu në shkatërimin e pronës. Kjo media ka mbuluru, ka mbyll syt kur për interesat që janë dhënë, pagesat që janë dhënë, është shkatëru prona publike, prona private. Kjo media ka kontribu për shumë ligje që ka shkatëru këtë gjendje që kemi sot. Ne jemi para një gjendje që e pranojmë që është shkatëru. Nuk dua të ngatroj gazetarët me drejtuesit, mos i ngatroj. Jo, ora çka gazetar pra janë ato? Gazetarët e thjesht janë me kredi. Analizë dhe moderator. Analizë dhe moderator. Po. Analizë dhe moderator. Gazetarët e thjesht mezi paguajnë kredin. Mezi paguajnë kredin gazetarët e thjesht. Mezi kanë marrë nga një shtëpi. Mos po flas për gazetarët e thjesht më vëlla tash se. Unë për ata flas. Unë nuk po flas. Zua flas për elitën. Unë nuk po flas për rojën e ekranit. Jo, po flas për gazetarët. Tash. Gazetarët e terrenit që janë unë kam këtu. Unë kam këtu. Unë nuk diskutoj. Unë kam këtu që të gjithë këto tash bëjnë moral. Kur të gjithë këto e kanë shtyr pushtetet politike në atë pikë ku jemi sot. Po dhe moral s'kan bërë mos u çoj. Po kanë bërë më moral sa dush, por ditë natë për natë dalin, jo po të bëj kështu, jo po të bëj kështu. Kush ti që je pjesë e kësaj, ti maskara, që je pjesë e këtij llumi? Në rastin konkret s'ka fol asnjëri deri vonë, deri te protesta që u mbush sheshi. Të kthehemi ke Zvorneci. Mendimi juaj për Zvornecin. Dgjoj, do ta filloj me një element që kam dashur ta them prej ditësh dhe nuk kam patur mundësinë të falenderoj shumë që më pyete. E para, bie dakord në një pikë me zotin Rama. Ka një qasje antisemite, disa qarqe radikale, duhet ta them islamikësh, kanë futur incognito, pra si pa dashje, kanë futur këtë rrymën anti-Izrael. Sikur do vita marri Izraeli, sikur Izraeli i fshihet mbrapa etj, gjë që është e pavërtet. Dhe fotoja që doli ditën e parë ka qenë një foto fake me flamurin e Izraelit e bërë me inteligjencë artificiale. Pra, po përdoret nga disa rryma radikale, të paktën deri dje, se dje nuk kishte një gjë të tillë, por kishte një element. Po ta shikoje, ishte Rama me një veshje si hebre. Pra, ka ca element të çuditshëm që bien shumë në sy. Pa folur pastaj për disa njerëz të tjerë që shkruajnë në rrjetet e tyre sociale, disa prej tyre janë shumë të njohur që bëjnë deklarata shumë antisemite, ku deklaronin që Zvërneci është si Hormuzi. Pra deri në këto nivele kanë shkuar disa individ që kanë ndjek në rrjetet sociale, ose nuk është Gaza, por është Zvërneci. Pra që nuk ka lidhje fare situata në Gaza dhe nuk ka pse të përfshihet në një situatë në Shqipëri. Pra është bërë me tendencë nga këto grupe radikale, dhe sidomos disa deklarata që ta thash që të Zvërneci është si Hormuzi për Iranin, dhe duhet ta lejojmë disa budallëqe ekstremitete, të cilat kanë rënë jashtëzakonisht shumë në sy dhe që janë një gjë që duhet të hetojnë autoritetet shumë seriozisht. Tani do ta marr me radhë. Para se të kaloj te Greqia, unë mendoj që te Zvërneci pjesa problematike. Ato buzët që janë nisur nga Greqia. Ka një gjë. Çikte ti, me 20 çën, ato buzët që janë nisur nga Greqia. Ka një problem. Për shembull tek Zvërneci, unë mendoj që protesta në vetvete që po bëhet në Tiranë, nuk po flas protestën atje, do ta marr hapasave, po flas protestën në Tiranë. Zvërneci ishte pika e vlimit. Pra, nuk kanë të bëjnë njerëzit kundërshtojnë investimin, ose njerëzit kundërshtojnë pjesën që ka të bëjë me rrethimin. Edhe ata e kundërshtojnë, por protesta në vetë është një protest, një shpërthim kundër arrogancës. Dhe ti ma bështet që nuk ka të bëjë me një rast. Pra, unë jam i sigurt, njerëzit, mira njerëz ishin, unë isha dhe vetë e pash, sepse kisha kuriozitetin të shikoja kush ishin.
dhe pashin protestë shumë qytetare, pas shumë të rinj, pas shumë vajza, pas shumë zonja. Pas dhe qeleshe. Pas edhe socialistë dhe demokratë. Pas dhe qeleshe. Se ne i njohim edhe socialistë dhe demokratë. Pas dhe qeleshe. Po kishte pastaj edhe pjesë e folklorit, kishte lloj-lloj njerëzish aty që morën mikrofonin, por gjithsesi, unë mendoj që në thelb Një dje ishte një thirrje, më fal që po të presë. Protesta ishte një protestë kundër arrogancës. Qytetare, dakord. Aty me arrogancën jam 100% jam dakord me ty. 100% e para që Zorresi nuk kishte pse rrethohej. Me ato tela me gjoma se me qenë dhe tërheqja zvarr. Tërheqja zvarr, domethënë në sy të policisë. Po mirë, tërheqja zvarr. Dhe polici që rinte shikonte. Po, tërheqja zvarr. E para u bë shembull. Dhe këtu kam rastin të duhet falenderu nga qytetarët dhe po bën një punë mirë drejtori i ri i policisë. Absolutisht jam shumë dakord me ty. Sepse në moment skandolën më parë, në moment morën masa. Skandolën më parë dhe është hera e disa. U hoqën licencat të dy kompanive private. Pra, kur s'merret masa, atëherë duhet ashtu. Sepse tash pse mund bëjë një veprim të çment tash këtu. Nuk e ka fajin shteti. Absolutisht, bie dhe unë shumë dakord me këtë. Dhe këtë drejtim. Dhe era e disa arroganca e këtyre maskarëve. Më ka ndodhur mu personalisht, ai është problem. Me një bos, shoferi bosit të doli vetëm se më njoftën në shfati që na njohin, u doli me thyt xhom në makinës me mrap pse i zuna rrugën pa dashje. Ja, imagjino çfarë kafshësh kanë këto, sepse janë bosa të tillë. Janë bosat e këtyre që ushqejnë këto tillë e dalin këto si cuba. Tërhiqi herë ato zvarr, biles mendimi tim ai duhet të tërheq zvarr. Siç tërhoqi zvarr atë, duhet të tërheq zvarr ky tjetri. Dhe që ta marr hapasapi, dhe ta kaloj pastaj te pjesa tjetër, pra është një protestë e madhe ndaj arrogancës, është një pakënaqësi e madhe ndaj opozitës, është një pakënaqësi e madhe ndaj qeverisë. Pra njerëzit dje kanë patur mllefin e akumuluar prej shumë kohësh ndaj opozitës, e cila mbyll gojen, se opozita mbyll gojen në rastin konkret, ndaj qeverisë, që ka një arrogancë të jashtëzakonshme, dhe këtu kur them arrogancë, shkon në nivel drejtorësh pjesa më e madhe e arrogancës. Se dhe arroganca në Vlorë, në thelb, përveç se pjesës që ka të bëjë me hetimet që do ta zbardhis pak, ka të bëjë me një arrogancë të madhe nga drejtori i policisë vendore. Po ç'është ky drejtor policie, i cili jep të drejtë një kompanie private. Dhe gënjen se kjo që historia kishte gënjur, keq informuar edhe drejtorin e policisë, zotin Skënder Hita, dhe ai e largoi. Pra, po ka një arrogancë, shefi komisariatit, pra, pastaj futemi te kadastra. Aty ka dhe një problem me pronën, që ti jemi realist. Tani, si mund të dali emri i disa personave që kanë qenë në krye të gjyqësorit atje, kanë dhënë vendimin për marrjen e pronës nga disa persona atje, dhe rezultojnë që kanë edhe 10 hektar, 10.000 metër katror, ose kanë 15.000 metër katror tokë atje. Pra këtu qel beter korrupsion, Demalia. Jo korrupsion, të lutem shumë. Ky është problemi. Të lutem shumë. Në radhë parë, pra ne kemi shumë probleme që fillojnë që nga 91. Patjetër. Që fillojnë që me ligjin 7501. Ai është ligji më kriminal dhe do ta paguajmë atë çmimin e për kohë gjatë. 2500 të vdekur janë vrarë për prona deri tani. Më shumë se kaq prit se sa do vriten. Më keq akoma. Tashti, problemi është zotni që ti kapim gjonat, se po i kapim momentin e fundit, kjo që thu, po pam vetëm aktin e tërheqjes dhe e mbyllim aty, ne nuk zgjidhim problemin. Problemi duhet shku në themel. Pra ne fillojmë me ligjin 7501. Kjo që thuti, këto gjyqtar që kanë dhënë vendime aty në të fortëve, dhe kanë marrë prona vet. Po kjo është. Këto nesër spaku nuk është zor me gjet, kush janë? Nesër ato duhet vënë në arrest. Jo, spaku ka filluar hetimet. Duhet vënë në arrest shumë mirë, nëse Ilir Demalia ka firmos këtë pronë dhe ka pjesë në këtë pronë, aty është fakti. Aty është fakti. Zotni, a është firma jote kjo? Po. A keti pronë këtu në kadastër? Po. Hajde me mu. A ke dhënë vendim në favor të një skandal? I dashur, mos vje keq për asnjë. Mu vje keq që këto shkatërrun këtë vend. Sepse ti sot po hidhesh për Zvërnecin. Është pikavlimi Zvërneci. Është pikavlimi, po pse? Nuk është Zvërneci thelbi. Është moment ky, ajo që thatë ju, 1 për antisemitizëm, 2 janë grekët, 3 na dalin dhe disa grek tash i që kanë një 200 grek aty,
që deshkan dhe grekët pronët e veta, mos kërkojnë tash dhe Zvornecin autonominë e Zvornecit. Pra, po ta shohim kompleks, duhet jemi më të kujdesshëm. Dhe kryesorja është që aty nuk ka pas zotënisi, ma shpjegotim. Historikisht, kënetat dhe lagunat nuk kanë pronar. Shiko. Janë pronë shtetërore, kënetat, lagunat janë pronë shtetërore. Ka një gjë. Janë bo pronar mas 91-shit. Ky është problemi. Ky është një problem i madh që duhet sqaruar. Si janë bërë pronar cilët? Qofse ata banorë të zonës janë bërë pronar me 7501-shin, janë në rregull, i ka bërë shteti pronar. Po pra hajde, si la zgjidhim këtë. Dhe duhet sqaruar dhe pastaj duhet parë si ka marrë tokën. Si I ka bërë shteti kriminal pra. Si del Artur Sheu. I ka bërë shteti a pranojmë që është ligj kriminal dhe ka një gjë, Demalia, absolutisht, është ligj jashtëzakonisht. Aty është thelbi i gjithë problemeve që se Shqipëria nëse ka një problem madh është gjysori, korrupsioni dhe pronat. Nuk ka gjë tjetër. Dhe ka një gjë, Artur Sheu, si është bërë biznesmen, si është bërë pronar i tokës në një sasi kaq të madhe, një individ i cili sipas dhe mediave ndërkombëtare rezulton i lidhur dhe me mafian italiane. Tani më fal, se ka një gjë, se njerëzit nuk janë budallë, prandaj kanë këtë mllef ndaj politikës. Kanë drejt njerëzit për mllef. Si ka mundësi njerëzit që janë problematik, njerëzit që kanë probleme me drejtsinë, njerëzit që mund të kenë kryer dhe krime, nuk po flas rastin konkret, por në përgjithësi, rezultojnë që kanë më shumë prona nga gjithë. Po tani njeriu që është i ndershëm në këtë vend, si ka mundësi me ders nuk blen dot një shtëpi me 200 kredi? Ai gazetari i thjesht që ti the, ropaten gazetarët në kredi dhe nuk mezi bëjnë një shtëpi në periferi. Dhe tani në rezultojnë pjesa tjetër me 40 apartamente për shembull. E kupton? Pra ky është problemi dhe kjo është pabarazia që është thelluar dhe këtu pastaj shkojmë ne tek problemi dhe tek përgjegjësia që ka qeveria. Qeveria në një projekt më pakta $4 miliardë, që është sa 40% e GDP-së së Shqipërisë, e buxhetit vjetor. Pra 40% e buxhetit vjetor, një projekt të këtyre përmasave nuk mund ta lindë kështu spontanisht. Nuk mund ta lindë në dëshirë dhe në vullnet të kompanive. Të kompanive që në fund fare është e paqartë se kush është ai që do ta bëjë. Dhe mbi të gjitha janë $4 miliardë, siç ti e di shumë mirë. $4 miliardë është një shifër e jashtëzakonshme për Shqipërinë. Nuk ka në Shqipëri. Në gjithë historinë e saj, në Amerikë, më imagjino, nuk ka në Shqipëri asnjë investim në këto përmasa në 30 vitet e fundit që të jetë bërë nga një kompani. Përjashtim mund të jetë TAPI, po ishte një projekt ndërkombëtar që Shqipërinë e prekte, po nuk ishte në Shqipëri. Dhe tani ne ngrëm pikpyetje shumë, sepse është për atë, është një vazhdimsi, se flitet edhe për pishporën, është një vazhdimsi që do shkojë deri në Darzez. Sepse prandaj ju dojë par vjet nëse mbani mend, ju vu flaka asaj zone. Dhe që në fillim ambientalistët që kishin uhatur diçka po ndodhte, deklaronin që ju vu zjarri sepse do bëhen ndërtesa, do bëhen apartamente dhe vila. Ambientalistët pse s'u ngritën për palasën? Ambientalistët, pse s'u ngritën për palasën? Pse s'u ngritën për gjithë riverën që ti nuk ke mo riversën? Ne kemi thonë diku rivera shqiptare, por rivera shqiptare nuk ekziston më. Janë ngritur. Rivera shqiptare nuk ekziston më. Po nuk është një zonë që ka në një ekosistem të jashtëzakonshëm palasa. Palasa është prishur peizazhi. Peizazhi pra. Ndërsa në rastin konkret, në Divjak biodiversitet ka e ka të nivelit se është zonë e thatë. Ka një diferencë. Po duhet shkatërruna, ore po flas. Jo, absolutisht. Rivera shqiptare ishte bukuria që ti kaloje. Demalia ka dalë, po të jemi të vërtet me opinionin publik, një pjesë e medias, keq është ta themi, kanë marrë reklama nga ndërtues dhe nga drejtues të këtyre projekteve. Më rregull, vjen kjo dole ke media prapë. Dhe nuk kanë folur. Janë sfola autorojë, dole ke media. Jo, po nuk janë gazetarë problemi, janë pronarët. Dhe në rastin konkret. Po janë gazetarë që ishin bëjnë pronarëve. Po gazetarët kanë shkruar në rrjetet sociale. Unë dje pash plot me gazetarë në protestë për shembull. Pra gjithë gazetarët aty Treqereku, gazetarët ishin protest, po gazetari në fund të ditës nuk është ai që do marri të bëhet pjesë e revolucionit. Pra se ai has dhe nga opozita këtë. Gazetarët janë opozitës, por jo më zotëri. Gazetari do thot fjalën, nuk bën dot më shumë se kaq. Unë do them fjalën time, do them të vërtetën që ndoshta nuk thuhet. Por gjithsesi për të kthyer pak te Zvonesi, qeveria duhet kishte informuar opinionin publik. Ka përgjegjësi, ka bashkia përgjegjësi, ka qeveria qendrore përgjithësi, në projekte këtyre përmasave duhet sqarim, duhet informim. Nuk mund të lihet kështu spontanisht Demalia. Nuk mund të lihet dhe tani rrethohet plazhi, bëhet ai skandal që u bë dhe pastaj shpërthen gjëja. Ore si ka mundësi në këtë vend? Jam dakord nëse ne nuk bëjmë transparencë. E njëjta gjë ndodhi me Rjollin. Më fal, edhe atje nuk pati asnjë sqarim. Tani banori që thotë un kam tokën,
Panori që thotë unë kam tokë, ky ma ka zënë, ai ma ka zënë, duhet një sqarim publik më. Instancat kanë për detyrë të thonë, kjo është e vërteta, ky gënjen, ky gënjen me letra. S'ka nevojë sqarim publik, edhe dje mirë bone i doli kryeministri, por problemi jo nuk ka nevojë. Merr letrat. O Demalia, po ka një gjë, nuk mund të dalë kryeministri, më fal. Edhe këtu jam kundër, nuk mund të dalë kryeministri. Ore, a ke ministri i turizmit më zotri? Kush është ministri i turizmit? Ja di emrin ti? Unë nuk ja di emrin. Jo, s'ja di, pra pikërisht pra keni ministri i turizmit, a do dalë për këtë? Mos zotni. Sepse jo, po prit pak, më fal pak. Janë vënë vetëm njerëz, të cilët nuk kanë fare me përjashtime, ka disa ministra që po performojnë mirë. Për shembull te rendit ka disa ministratë që po performojnë mirë, sepse duket impakti te policia. Po ka pastaj ministri që nuk i di me emrin. Kush është ministri i ambientit? Demalia. Ambienti është një nga elementet më të rëndësishëm të integrimit. Po tani më fal, nuk ka dhënë një konferencë për shtyp. Tani ç'është kjo situatë? Sepse i zgjedhin këta njerëz, anonim dhe në fund të ditës me ose pa të drejtë, gjithë lapsi shkon te qeveria. Pra Rama tani, për shkak të zgjedhjeve të tij me dashje, të gabuara, ka zgjedh njerëz për mua treqereku të paaft, tani do duhet përballet me gjithë të opinion, me gjithë kritika vet personalisht. Mos zotri, për çfarë ke ministrin? Sepse ka një gjë. Një ministër i dobët i informon gabimisht kryeministrin. Kryeministri merr vendime. Pra një ministër i dobët mund t'i thënë Ramës ose i keq ose i paaft, ai është super projekt. Kryeministri ka besuar ministrit se ministri ka një staf me ekspert atje dhe i thotë po ta bëjmë. Dhe në fund fare atje shkon. Pra modeli promovim njerëzve të paaft gjithmonë të kthehet në të kundërt. Modeli i afrimit të njerëzve problematik gjithmonë të kthehet në të kundërt. Në të kundërt, publicitet, arroganca e tjetra, të gjitha do të vinë, do të kthehen pas një ditë, sepse ka një gjë dhe mbylla këtë diskutim për politikën në lidhje me këtë pjesë. Mund të vish në qeveri, po shumë e rëndësishme si do dalësh. Është shumë e rëndësishme si do dalësh. Legacy që do lësh. Trashëgimia dhe zoti Rama gjithë ato punë mira që janë bërë këto vite duket sikur i rrëzon me disa vendime të cilat i rrëzojnë pjesën më të madhe të gjërave të mira. Pse? Sepse ti zgjedh njerëz të cilët janë anonim, pa personalitet dhe pa qasje publike. Tu jemi dakord. Dhe në fund të ditës çfarë ndodh? Del kryeministri dhe flet për ambientin. Del kryeministri flet për pelikanin. Ç'më duhet mua, dua një ekspert, dua ekspertët e ministrisë për pelikanin mos zotri. Pa e kupton se çfarë po ndodh? Dhe këtu është përgjegjësi dhe zotit Rama. Sepse janë vendimet e tij këto. Pa diskutim me përgjegjësi. Ore, ne kemi gjithë, ai ka përgjegjësinë kur tha Kennedy ball stops to me, topi na lë ai në fund. Në fund fare. Pra ai ndalon në fund. Ajo dhe ka një gjë. Është thënë kjo pjesa e oligarkëve. Unë nuk jam kundër biznesit. Pra, janë disa biznesmenë. Lejmë oligarkët mas publicitetit? Okej. Publicitet. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Vazhdo, kjo oligarkë, të mas qëlloj që këtë punë e oligarkëve. Shiko, unë jam pro biznesit. Të jemi sinqert. Hyte njerëzit që kam një qasje të sipërmarrësit, nuk mendoj që ata janë e keqja më e madhe e këtij vendi. Dhe deri këtu jemi në rregull. Absolutisht. Por ka një problem shumë të madh. Nëse një sipërmarrës i cili veçuhet sipërmarrës ka patur më herët aktivitete kriminale, po flas aktivitete kriminale, siç flitet për Vlorën, siç flitet për Artur Sheun, të flas me emra, mos t'i bie nga kina, ti nuk duhet t'i japësh investimet e këtyre përmasave, sepse bie herë pastrim parash dhe malia. Ti nëse jep një biznesmeni që i ka të gjitha gjërat e deklaruara në bank, nuk ka asnjë problem. Po nëse ti njerëzit që kanë patur një të kaluar kriminale ose flitet dhe që ka dyshime është në Amerikë. Të sinqerta po është thënë që ka dhe biznese në Amerikë. Me mafian flitet në mediat e huaja. Në Amerikë ka biznese. Dakor. Po ka një gjë. Në Amerikë ka biznese, jeton si kralë në Miami. Duhet sqaruar gjërat. Nuk mund të jenë këta njerëz individ problematik
Sepse shiko se çfarë të bën. Ai nuk pyet, është prona ime thotë të vë ca të fortë atje, të kapin zvarre të hedhin në kanal Demalia. Këto janë skena që janë parë 96-ën në fundit. Po mirë, në Amerikë, se Amerika e di. 96-ën, nuk e di. Pra, ka Amerika e haka parë, më duket. Pra ka një gjë, patjetër, po ka një gjë. Këtu ne nuk kemi hapësirën e Amerikës. Pra ti nëse fal një zonë si Zvërneci, nuk është duhet sqaruar mirë kjo punë, se nuk është vetëm një rast me Demalia, i kanë treçerekun e rasteve. Po ti ikësh në përmendje palasën. Hiq pjesën që mund të ketë bërë Samir Mane, që nuk ka patur asnjëherë akuza për pastrim parash, po ka patur akuza për trafik influence, ka patur akuza për ligje preferenciale, që janë të vërteta. Hiq atë pjesë, nuk ka patur akuza për aktivitet kriminal. Pra është një biznesmen i pastër. Pjesa tjetër dihet tash, ky bën pastrim parash, ta thon vetë njerëzit atje. Sepse megjithatë ky është problemi. Duhet lut me kujdes sepse zhvillimi jo në kurriz të ekonomisë të pastër, jo në kurriz të njerëzve të drejtë, sepse shi çfarë bën arroganca. Po tash ç'a folëm ne. Dhe aty që në 91 ti ke boç drejtësi, do të jap vetëm një shembull se e përmenda edhe dje. Po një zyrtar i Partisë Demokratike në vitet e para, po më thonë të dje, jam i djathtë, ta përmbledh shkurtimisht. Përse je i djathtë? Ta gjyshin ti më kanë pushkatu. Po kjo zot tot je i djathtë tash. Se ka qenë me Ballin, po mirë tash ti e di që Balli është social-demokrat, tash s'ka punë me djathtën. Unë kam respektin më të madh për mi ta të frashin. Ky njeri mo ke Karlsbergu, aty më poshtë ka qenë një pallat i italianëve, ku kanë jetuar këto zyrtarë të lartë të pushtetit komunist, dhe ky mori shtoi një kat katërt, e bëi edhe një ansore që i kushton sot 1.800.000 euro me tregun sot për metër katror, dhe ky dele më thotë mu jam i djathtë. Ta thash këtë për të kuptuar se kupton sa keq ka hyrë e keqja, maskaralliku, shkelja e ligjit, dhunimi i pronës këtë vend dhe du ta zgjidhë me shkopin magjik në fund, paf! Sepse në gjithë këtë akumulim, pa dyshim Rama ka përgjegjësitë e veta, por amo kemi përgjegjësi, gjithë që kemi prunë këtë gjendje. E kemi bërë këtë kënet, edhe tash duam të lymi çik gishtin edhe themi dolën si Pons Pilati. Po jo, nuk është kështu. Jam dakord. Ka një. Nuk është kështu. Ktu o do të vi, majmen do të vi një ditë që do të vi një diktator këtu, se vetëm ashtu mos e vehet ligji dhe rregullit. Se këtu është çargulluar çdo gjë. Ka një gjë. Edhe unë jam dakord me një pjesë që thua ti, po ku ndahem nga mendimi jot? Jemi në vitin e 13 të zotit Rama, ka hyrë gati po shkon drejt vitit të 14. Pra për 6-7 muaj të shkoj të vitit 14 në qeverisje. 14 vjet është një kohë e mjaftueshme Demalia që të mbylleshin shumë probleme. Jo të hapeshin probleme të reja. Tani, zoti Rama nuk mund të krahasohet më me zotin Berisha. Zoti Berisha ka patur një mandat të mirë 2005-2009 dhe ka patur një mandat katastrofal 2009-2013. Dhe cit u mbyll kapitulli zotit. Po si më në 2005-2009 janë bërë këto që po themun ty më la prona. Prona është katërruar në mënyrë permanente nga 92-shi të gjithë zyrtarët që kanë qenë administratë shtetit, hajde të shkojmë sot të kapim një nga një, të justifikojnë ku i kanë pronat. Ku i kanë gjetë pronat, si janë bë pronar. Hajde të bëjmë një hetim. Hajde të bëjmë një hetim zotin. E ka drejtësia këtë. Po pra, hajde të bëjmë një hetim. Ore ne dim, të lutem shumë. Unë po të deklaroj, të gjithë zyrtarët e shtetit shqiptar nga viti 91. Le të marrim, ti hetojmë. Si i kanë marrë pronat, si i kanë vënë pasurit. Çfarë trashëgimi e kanë dhe si i kanë vënë. Nuk po flas si i kanë rrit, si i kanë vënë. Të gjithë janë me spekullim, me abuzim, me korrupsion në postet publike që kanë pas. Nuk ka mundësi që gjithë njerëzit që kanë qenë funksionar publik në këto 35 vjet janë njerëzit më të pasur sot në Shqipëri. Demalia ka një problem. Jo, ky është problemi. Jam dakord, more, nuk ka. Ora, je dakord me këtë që them unë? Shumë dakord. Po ka një gjë. Çështja e Zvërnesit është një problem që po kalon me leje nga ekzekutivi Demalia. Tani më prandaj vim ke Zvërnesi. 13 vite, zoti Rama tani nuk mund të krahasohet më me zotin Berisha. Po krahasoj fare më valla. Ti e di shumë mirë, epoka e një presidenti amerikan matet me 8 vjet. Zoti Rama ka patur fatin, merita e tij, vizioni i tij, puna e tij, që të jetë ndoshta edhe më shumë se 2 presidentë amerikanë. Tani me 2
mandat, super mandate, të plota 8 vjeçare, se drejta saj po shkon, nuk mund të ketë më justifikime ma ka fajin më Saliu. Pra ka ardhur një moment që duhet të ketë një qasje tjetër. Tani duhen bërë gjërat, çështja pronave unë nuk e di. Përse nuk është mbyllur nga zoti Rama, sepse ka thënë do ta zgjidhë në 2013. Unë i kthem her pas here programit të zotit Rama 2013. Dhe ka thënë do ta mbyllim një herë për gjithmonë. Kadastra e Vlorës, për shkak që jemi te Vlora, se Zvërneci. Ka qenë 10 drejtorë që jepnin ndrojtje nga kadastra, nga hipoteka. Po ka qenë një skandal i madh. Edhe vazhdon të jetë. Nuk mundet një fort të kapi një pronë, ta zaptoj, të japi lek, ta marri pronën e tij, dhe në fund fare bëj dhe ndërtimin, marri lek, bëj dhe ndërtimin dhe pastroj dhe parat. Po kështu është bërë gjithë zhvillimi këtu më. Po skandal, skandal, po nuk është bërë vetëm këto 8 vjet, më jam dakord ky ka përgjegjësinë për kohën e vet. Po janë 8 vjet më, janë 13. Nuk është bërë vetëm po nuk është bërë vetëm këto 13 vjet. Patjetër, po është bërë nga 91-shi, më kështu është bërë. Bumi i ndërtimeve në plazh, në zonat bregdetare është gjatë tyre 13. Jo, Golemi është katëruar gjatë mandateve të para. Po Golemi tani Golemi zotni biles hyn si fiset hune, edhe shko shife aty. Po ka një gjë. Se me bën ndarje gjeografike, shko shife Golemi, sa unë i di, edhe e marr gjithmonë si shembull Golemin, aty fillon katastrofa e një barbarie tonën si shoqëri. Shkatërrosh atë pyll me pisha dhe ta kthesh në atë gjendje që s'ka pas bukuri më të madhe aty që kur kalojshe me makinë shifshe detin nëpërmjet pishave, e në verë bishin boqet e pishave, ne e bëm në dërëgje. Kjo është, prandaj po them unë vi prap ke barbaria jonë si shoqëri. Ne si shoqëri jemi shoqëri barbare dhe këtë e kemi treguar nëpërmjet shkatërrimit të natyrës deri në denaturalizim. Ta vëm gishtë ke vetja herë, pastaj shkojmë atje lart. Ka probleme, nuk diskutohet shoqëria, por ka sepse ishin këta barbar që erdhën në 91-shin me 2 gishta lart që sulmun plazhin e Golemin, plazhi është ai në Durrës sot, plazhi është Golemi sot. Po mu me ma fal nuk shkojnë Golemi në Durrës. Dgjoj. Pse ja ta them unë. Pse është përgjegjësia mendoj unë autoriteteve dhe patjetër që ka shoqëria. Shoqëria ka fajet e veta, por ka një gjë. Pse nuk u bë e njëjta barbari në Lalz, në gjin e Lalzit? Sepse shteti ndërhyri. Do thuash ti pushtetarët e bën që të bënin banesat e tyre. Edhe kjo është mund të jetë e vërtetë. Nuk e përjashtoj. Po ndërhyri njëri dhe Malia, sepse shteti i caktoi kufirin, i tha jo, këtu nuk do ta bësh. Pse nuk u bë kjo gjë në Dhërmi deri në vitet 2015? Po më Dhërmi, ke pa që kanë bërë Dhërmi atë? Po ja kanë bërë këto vitet e fundit. E ke pa që kanë bërë. Po diskutojmë kur do që Saranda, një Badërdi e kanë bërë kryetarët e bashkive. Saranda është kanë bërë kryetarët e bashkive. Po ka qenë kryetar bashkish, ka qenë qytet i drejtuar historikisht nga e Majta. Ose Durrësi që thua ti. Një herë ka pasë djatha. E fundit. Kam përgjegjësi dhe 2 minuta. Si do dali Rama nga kjo situatë dhe çfarë do të ndodhi? Shiko, unë fatkeqësisht kam disa kritika ato gjëra që thash te protesta, për shembull dje pash edhe disa njerëz problematik në protestë, për shembull që ofendonin ose shanin kryeministrin nga familja. Më fal që po të pres. Tani kjo ajo është skandal, sepse është kultura që i ka dhënë. Ky është skandal i madh. Ajo është. Pra, mund të kërkojnë dorëheqjen, është e drejta e tyre dhe qëndron. Mund të kërkojnë largimin, janë të pakënaqur me PD-n, janë të pakënaqur me PS-n, është shumë gjë pozitive. Por nëse futen këta ekstremistë, ka për ta shkatruar protestën. Rama ka kalu protesta më të vështira. Studentët, ajo është pasqyrim i asaj që në parlament familja. Edhe ajo është. Është shembulli, është plaku mere. Rama e kaloi dhe një pjesë ka qenë me qie këtu. Rama kaloi studentët që ka qenë vala më e fortë. Më e rëndë. Fatmirësisht edhe në rastin konkret ka Partinë Demokratike në krah, që do thotë është një protestë e cila është kundër klasës politike dhe pavarësisht pjesëmarrjes, unë nuk besoj që do lëkundi gjë e partitë më dha. Në datë 11 fillon kampionati politike, fillon dhe botrori, por gjithsesi gjëja më pozitive është që njerëzit nuk po i duan më, po refuzojnë modelet e partive të mëdha politike të vjetra. Dhe kjo është këmbana e alarmit që ka dhe zoti Rama dhe ka dhe Partia Demokratike, që do thotë Partia Demokratike, ti zotri nuk duhet të jesh një garnizon ushtarak i pa disiplinuar.
Dhe njëta gjë duhet edhe për Partinë Socialiste. Nuk mund të jesh një garnizon ushtarak shumë i disiplinuar. Njerëzit duan dhe mendimin kundër, njerëzit duan dhe kritikën, ti nuk mund të përjashtosh kundërshtarët siç bëri zoti Berisha me Ervin Saljanin dhe njëta gjë dhe zoti Rama. Ti duhet lejosh, ti duhet promovosh figura me vlera. Ti duhet promovosh deputet që duhet të kishin vajt atje në Vlorë, se ke 9 mandate deputetësh, kishin vajt atje në Vlorë takonin banorët dhe të sqaronin projektin. Sepse kështu është, partitë politike të vjetra sidomos duhet ta kuptojnë që nëse do vazhdojnë në këtë mënyrë, në këtë rrymë dhe mundet të rrezikojnë dhe të dalin parti të dyta treta. Asnjëherë nuk dalin se nuk ke. Rrezikojnë. Nuk ke. Po nuk ke, ja çfarë po prodhon. Përmend Arlin Qorrin. Fillimi, është fillimi. Po çfarë Arlin Qorri ku do shkoj? Pastaj je dakord me filozofinë dhe doktrinën e Arlin Qorrit? Ka shumë gjëra që jam kritik, nuk diskutohet fare. Por jo kritik, nuk ha buk Arlin Qorri. Por ka një gjë. Ai thotë jam komunist, edhe drejt atij. Unë ndje në shesh pash të paktën 3-4 veta Demalia. Më pakta. Në një popullsi me 2 milion 3-4 veta nuk është ai. Dhe çfarë shikoj? Shikoj që është filiza e një gjëje të re. Si frym, këtë do ta shohim shumë. Sepse si filiz nuk ka e pashun di aty. Un pash retorikën që kishte aty, un pash folë që kishte aty. Jo, po ishte për ta myll. Forsi disa ishin skandaloz. Nonsensi. Portiste, jo më portiste e gjithë turma poshtë komunizmi. Ç'lidhje ka komunizmi aty? Pastaj nëse thu poshtë komunistat, komunizmi nuk lejonte investimet e huaja. Pra, janë këta që po ndalojnë investimet e huaja. Se kjo do të ketë edhe një kosto me gjithë ato. Duhet sqaruar kjo pjesë e investimit të huaj. Me gjithë ato që thatë ju, por aman, pse si u ndërtu Malizi, shko shife Budvën, kur e kam pa Budvën unë në 2000-shin, ishte një skandal. Shko shife Budvën tash. Po pranaj nuk ju marrë. Shifi. Nuk ka çështje me probleme pronat Budvë. Po pra se ne kemi problemin ke administrata me pronat, pra. Që fillon me ligjin 7501. Bravo. Pra? Ky është problemi. Pra, ky është problemi. Po duhet të zgjidhet Demalia. Duhet si ta zgjidhë sot. Po duhet ta pasi e ke bë mullar. Po e ka të zgjidhë sot, duhet të zgjidhë. Pse e premton që do ta zgjidhë? Si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet me shtet fort, ai që thashë, me ushtrit fort, me financat forta dhe ja hy. Ilir Demalia, kjo pronë e ke morti në 91-shin? Një minut, se ne nuk kapim thelbin e problemit. Ne kemi legalizu ilegale, ne kemi legalizu krimin, e kam përmend shpesh, dhe këtu fillon e gjitha. Dhe kemi bokët katraur urbane sot në gjithë Shqipërinë. Ne kemi legalizu zotëri dhe ky legalizim ka filluar në 92-shin. Kemi legalizu krimin, kemi legalizu hajdutlikun, kemi legalizu grabitjen. Dhe nuk keti si drejtohesh mo. Një kolon që ka rakshtu, nuk ke si e drejto mo. Moshën 50 vjeçare. Atëherë ç'a bëhet me operim? Priti kokën fare. Boja pra. Po ose po duhet ta bësh pra se 16 vite nuk janë pak. Po jo më nuk. Isha në një udhtim, do ta them edhe mbyll. Isha në një udhtim në Gjirokastër, dhe shkova tek pika turistike tek fusha e Çajupit. Takova disa banor nga Zagoria atje, nga Zhej, nga fshati i mikut tonë të ndjer tashmë Artur Zhej. Dhe po diskutonim, i thashë si ka mundësi, nuk ka prona, nuk ka hotele, e kishe probleme, mungesa ujtë e këto gjëra, dhe më tha, është një familje, më tha, në Gjirokastrita, që ka rrezik s'ka ardhur asnjëherë, dhe më tregoi një faqe mali, një mal të tërë gati, ishi gute 80 hektarë, e ka me letra kjo familje, tha. I thashë, po si ka mundësi, ata kanë qenë njërë këtu, po se një kushuri tyre fisi largë, tha, në kohën e Turqisë, kishte pas me letra, dhanë sa lek në gjykata, e morën e bën, dhe kanë 80 hektarë, 90 hektarë tokë. Një tokë vetëm në gjelbërime e tjerë, por pavarësisht se ishte një mal i tërë, mbrapa një mali. Dhe ngela i habitur, si ka mundësi 80 hektarë të ketë një familje 80 hektarë, një tokë që s'u takon as e kanë punuar asgjë. Po të merr më. Po duhet të merr më pylli. Por e ka qenë me ligj, ore në gjë. Për ta myll. Duhet zgjidhur kjo Për ta myll, jo. Këte që i boni demokracia me ligjin 7501 se ka bo Enver Hoxha. Enver Hoxha e ngriu pronën. Nuk e tjetërsoj. Ta mori pronën, të rujti tapijat, po gjitha. Majti kadastrat, majti arkivat, e ngriu pronën. Pra ti pronën e kishte të gatshme. Këto që erdhen mas 90-s me ligjin 7501 në këtë pikë kanë bërë një krim që nuk i afrohen Enver Hoxhës. Dhe do them edhe tjetrën. Shkova në një tjetër fshat për kuriozitet tek fshati Labove Zhapës, po keni dëgjuar
që është ai që ka krijuar loret olimpike, që është nga i fshat. Ka ca sare shumë bukura, po gjithsesi ishte rruga e prishur e nuk e shikoje dot. Dhe po rinte muhabeti, erdhën ata fshatarët e zonës, ofruan ato se janë shumë mikpritës, edhe i thash ore, po pronat i keni tuajat, sepse dëgjova që një mal këtu e ka një familje 90 hektarit, thash si ka mundësi. Tha dëgjova, e di sa problemi kemi ne, edhe thash janë zhdukur të gjithë regjistrat që kemi patur në thën kadastër. Maroj. Jam po këtë thashën Allah. Enver Hoxha e ngriu. Por ishte pastër. Por duhet zgjidhur kjo çështje domosdoshmë. Nuk e se zgjidh. Nuk futesh dot në nuk e se zgjidh. Nuk futesh dot në njerëz që vriten për pronën. Jo, po ore zotëri si do zgjidhësh? Atëherë do të fillosh atë që thashëm. Ti e ke pronën pa likshme, ai që ka ndërtuar aty në kat-katër, prishe. Për jashtë, vetëm ashtu bëhet. Bëhet, se e kanë gjithë mënyrë, e kanë marrë mënyrë, jo pa drejt o fjalë e butë shumë, e kanë grabit. Kush i ka pa dokumenta, jemi dakord? Jo, i kanë bërë me dokumenta se e legalizuan këto. Aty është problem. Këtu pra, e legalizuan. Po mirë, konta vjertë tash. Ka një historik. Kjo e imja, po e vjertë tash kur tikësh, edhe për jashtë e legalizon. Ka një historik. Gjithmonë. Demalia, faleminderit.